Në vend ka ndodhur disa ngjarje që duhet I theksojmë. U mblos takimi për procesin e Berlinit, I cili mblidhet qysh pas vitit 2013, kur për Ballkanin Perëndimor, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, është u inisua një iniciativë për rritjen e standardeve të përgjithshme të ekonomisë, të legjislacionit, të edukimit, të shëndetësisë, në standardet evropiane për t'i përafruar cilat quheshin ato pikat e caktuara nga Brukseli për vendet që aspironin të antarësoheshin Bashkimin Evropian nga Ballkani Perëndimor, ku përfshihet Bosnia, Serbia, Shqipëria, Maqedonia, Malizi dhe Kosova. Çdo vit është bërë zakon që është rregull që mblidhen një herë në vit dhe javën që kaloi u mblodhen në Londër, e cila është për herë të dytë ajo që ftoi mysafirët për të biseduar në lidhje me arritjet, të cilat në fakt, siç u tha dhe nga shumë diskutime që u bën atë që quhet Chatham House, ishin teknike, çështjet, por edhe politike, dhe në qoftë se realizohen disa standarde teknike dhe nuk ka një konsensus politik midis antarëve kryesorë që bëjnë atë trupën e Bashkimit Evropian, mund të ketë veto të ndonjë antari për të bllokuar hyrjen e vendeve të Bashkimit Evropian. Pra duhet të realizohen të dyja këto pika që të bëhet e mundur.